Duke parë disponimin e elektoratit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me leadershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëjë pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. 4 vitet e këtij mandati na e kanë dëshmuar se qeveria është stabile, atëherë kur përveç numrave në kuvend, i ka edhe numrat në kutitë votimit. Dhe se interesat e vendit mbrohen dhe afirmohen më së miri, atëherë kur kryeministri dhe qeveria gëzojnë legjitimitet të madh dhe të drejtë për drejtë nga populli. Dua të theksoj se unë dhe Lëvizja Vetëvendosje jemi të interesuar, andaj angazhohemi të punojmë që ta zhvillojmë shtetin e jo që ta mbojmë pushtetin. Prandaj para çdo marrëveshje që shtrembron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet.